A ka mundësi me na përshkru lumturinë në ditën e gjykimit? Besimtari e para dhe më thonë fjala lumturi në Kur'an përdoret vetëm për atë besimtar që hyn në xhenet. Do të kur të hyn në xhenet besimtari do e shijon lumturinë e vërtetë. Këtë ato kënaqësi që i kanë këtë botë janë relative, janë shumë të vogla në krahasim prej lumturisë dhe kënaqësisë që përjeton besimtari kur hyn në xhenet. Momentin që do i jepet mundësia besimtarit me kalu portën me hyn në xhenet, veç ka me fillu gëzimi dhe kënaqësia e tij. E në atë moment kur të hyn në xhenet besimtari elhamdulillah, falënderoj Allahun që më udhëzoi e që sot jam të shiu këtë begati. Atëherë kam me kuptu se këtë ai mund, këtë ajo angazhim, këtë ato vështirësitë, ato fyrjet, shantazhimet, fabrikimet që kanë bërë kundër tij si besimtar, ja pas ka vlet me vosava, ja pas ka vlet me s'mu dorëzu, ja pas ka vlet me s'me elon këtë rrugë, këtë fe, se shpërblimi është shumë i madh. Për me kuptu se lumturia e besimtarit në xhenet është e jashtëzakonshme, mjafton hadithi pejgamberit alayhis se thot Allahu i madhëshëm kam përgatit për robët e mi të devotshëm atë që syri se ka pa. As veshi se ka ndëgju, as që ka mujt me fantazu. Kur të hinë në kulshef, se këtë ato që është përshkrime për xhenetin Kur'an apo në Sunet, janë shumë të vogla në krahësim me realitetet. Do të mahnitet, do të habitet. Edhe Allahu xhelal tregon në Kur'an thot atë që kemi fsheh prej kënaqësive të mëdha në xhenet. Është marramendse. Edhe s'ka dyshim se sa më është marramendse as gëzimi dhe lumturia ka qenë më e madhe. Inshallah Allahu na bën banor të xhenetit. Jemi në net e fundit të Ramazanit, ku lutjet tona pranon, lutim Allahun e madhëshëm që gjithë besimtarët musliman t'i bën banor të xhenetit dhe t'ju jap këtë mundësi që të shijojnë këtë kënaqësi të madhe. Kjo është faza e parë. Faza finale është kur Allahu i madhëshëm ja mundson besimtarëve me pa madhinë e tij. E kjo është kënaqësi e paparashikueshme. Andaj hyrja në xhenet është lumturi e madhe. Thot waladejna mezid e ne kemi diçka shtesë. E shtesa është mundësia që jep Allahu i madhëshëm besimtarëve me pa madhinë e tij subhanahu teala. Po unë ndoshta të them librat kur ti marrin ditën e gjykimit, ai momenti i lumtur i besimtarëve. Momenti që besimtari e merr librin krahun e djathtë, gëzohet pa mos edhe kthehet te familja e vet që fitova, që fitore. Unë ja pas ka vlet. Kan qalbe ila ahlihi masrura, thot edhe kthehet te shpirti i gëzuar, i lumtur. Se ka kalu provimin, testet, vështirësitë e tani e gëzon shpërblimin. Inshallah na bën xheneti gjithë inshallah. Ajo libër është veprat që i bëjmë, veprat e mira. Është regjistri i veprave tona. Këtë që kemi bënë prej fjalëve edhe veprave që kemi bënë, aty janë të regjistruar edhe ajo neve na bën, domethënë ajo që na përcakton do jemi banor xhenetit apo banor xhenemit. Inshallah gjithë jemi banor xhenetit inshallah. Inshallah jemi të lumtur ditën e gjykimit.